E hakia a është vetëm në Bletishta apo ka dikush që ndihmon? Hakia ndihmon shoqën e kom krah. Deri para 3-4 vite e kom pas ndihmëse. Ka 3-4 vite që punojmë paralel bashkë. Tani edhe ajo është mësue, kur hymë me i kontrollu blet, i kontrollojmë bashkë. Ajo kontrollon një, unë një, edhe vazhdojmë. Edhe jeni ma efikas. Do më thonë kohën e përgjysmojmë. Tash je pensionist. Po. Edhe ke ko pak ma shumë. Po. Ke ko mu koordinue. Po. A she edhe mundësin për me rrit, thatë 170 shoqni, a she edhe mundësin për me rrit numrin? Unë ka prej para pensionit, i kom pas numrin pak ma të vogël. Tani në pension, pej se kom dalë në pension, e kom rrit numrin, 170, 10, dikon, abdin e sillet numri. Po, nuk, ma tepër nuk po mduket mjaft. Se pak edhe presioni i familjes, jo pa angazhohesh shumë, do më thonë, po ki mundet madh, me më kursye, jo me zvoglu numrin, po une nuk e kom nërman me zvoglu, derisa të munda derisa të lejojnë edhe kushtet shëndetësore, plesnia, nuk e kom nërman me zvoglu numrin, e vje kuha vetë kur zvoglohen. Edhe është, mund të thotë edhe zeje profesion profitabil, fitim prurës. Marë parasysh edhe kaja që qëllon vitit dështum, kufit e rentabilitetit, ndoshta ka dhe shpenzime ndo një vit që nuk ka, që është shumë me thatësi edhe jo i favoshëm për zhvillimin e Florës. Është e vërtet që me bletari mu marë, nuk mundesh me punu më humbje. Ka në një vit që je ma produktiv, fitimet janë ma të mdhaja, po në përgjësi me marë, nuk une që sa punoj me blet, nuk kom punu me humbje. Për arsye, asë një bletar nuk punon me humbje. Edhe pse faktin Kosovë që thamë që jo veç komuna Deçanit, po gjithë Kosova është mbi pa punë. Për shembull këtë vit, une kom shit dikon 5.000 euro, kom shit blet. Tani në pranë verë. Familjet bledve? Po, familjet bledve. Që janë shumëzuar, nga një dy... Kom shit për shembull 200 euro një shoqni bledve, djej kom shit 10, ka 200 euro, 2.000 euro. Edhe i kom shit edhe ma heret, ka 200 euro. Kështu që une faktikisht e kom bulue shpenzimet e gjitha. Edhe aty është një biznis shumëzimi i tine. Po, se për shembull, shitja, ti mundesh me i ripërtrije. Blet, po den, nuk ka problem me i ripërtrije. Numrin me rrit, nuk ka problem. E zhvillon, unë merrna me prodhimin e amave, për nevojat mia, i prodhoj amat, edhe nuk e kam problem me rrit numrin. Apo den, nuk ka naj të lashe. E pa njohur? Ja, nuk ka naj të lashe me rrit. Kështu që, edhe me shitjen e bledve, edhe me shitjen e produkteve të bledve, edhe nuk ka.